kryesore, por shumë pacient diabetik që mund të kenë edhe 20 vjet, edhe 30 vjet, edhe 30 ca vjet që kanë një dietë të rregullt, aktivitet fizik të rregullt dhe mjekim të rregullt, e kanë një sy të shëndetshëm edhe pas 40 vjetëve ose 30 vjetëve me diabet. Ka pacientë të cilët në 5 ose 10 vjet kanë një dëmtim të një pacienti diabetik që duket sikur ka 40 vjet me diabet. Normalisht është shumë e rëndësishme për kujdesja e përgjithshme me pjesën e diabetit, glicemisë, matjen e glicemisë dhe përdorimin e mjekimit, aktivitetit fizik, dietës dhe normalisht edhe kontrollet rutinë, sepse ka dhe pacientë të cilët mbajnë dietë, kanë aktivitet fizik, ndjekin mjekim, por shfaqen probleme në sy, të cilat duhen mjekuar në kohë për të pasur përfitime sa më të mëdha. A mund t'i prek të gjithë personat me diabet? Jo, nuk i prek të gjithë personat me diabet, sepse siç thash edhe më lart, nëse ke bën një ndjekje të rregullt, nëse ke një mjekim, trajtim të rregullt të diabetit, aktivitetin fizik dhe dietën, ke shumë premisa të mira për të pasur një sy të shëndetshëm dhe të mos ketë prekje nga diabeti.